Janë shpallur 55 projektet fituese të thirrjes së parë për bashkëprojekte ndërmjet studiuesve shqiptar dhe diasporës akademike, mbështetur nga programi READ, një nismë e përbashkët e Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit dhe Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim. Në këtë thirrje aplikuan 477 studiues nga 15 vende të botës. 55 projektet e përzgjedhura përfaqësojnë fusha me prioritet të lartë si shkencat mjekësore, teknologjia, mjedisi, energjia, turizmi e të tjerë, duke ndërlidhur studiues të diasporës me akademik nga 13 universitete publike dhe private në Shqipëri. Në fjalën e saj gjatë ceremonisë së prezantimit të projekteve fituese, Ministri i Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu theksoi rëndësinë e këtij bashkëpunimi për zhvillimin e kërkimit shkencor dhe ndërkombëtarizimin e arsimit të lartë. Sot kurorëzojmë një prej programeve të qëndrueshme për të çuar në një nivel të ri arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Shqipëri, duke kontribuar gjithë së bashku, duke transferuar teknologjinë dhe njohuritë, duke shkëmbyer dijet, praktikat dhe duke sjellë këtu ekspertizën më të madhe dhe më të mirë dhe më të plotë ndërkombëtare nga universitetet që ju akademik të diasporës sillni këtu, por mbi të gjitha edhe eksperiencën tonë kombëtare me akademikët tanë, me profesorët tanë, me kërkuesit tanë shkencor dhe jam e bindur të bërit bashkë të dy fuqive ne na çon në nivele të reja të kërkimit shkencor, të ekspertizës së kërkimit shkencor dhe të asaj që është misioni i tretë i arsimit, që është shërbimi ndaj shoqërisë. Programi READ është pjesë e një skeme më të gjerë të mbështetjes së kërkimit shkencor, ku për vitin 2025 janë shpallur gjithsej 181 projekte fituese përfshirë dhe 126 projekte kombëtare të shpallura pak ditë më parë. Me një rritje prej 15% të fondeve krahasuar me vitin e kaluar, Shqipëria vjen të ndërtojë një ekosistem kërkimi të qëndrueshëm dhe të ndërkombëtarizuar, ka thënë ndër të tjera Manastirliu gjatë ceremonisë.